Pse Sadikaj mund të mos ishte i pa informuar mbi fundin e tij tragjik. Ndoshta ai nuk e kishte menduar se si do të ishte ky fund, por dëshmitë e reja tregojnë se rrotull i shumë njerëz ishin bënë në lëvizje për ta eliminuar. Ashtu, siç në të vërtetë ndodhi më 11 qershor 2022. Mesditën, kur në një shpërthim tipik terrorist, makina me të cilën ai u thonte u hodh në erë pranë rreth rrotullimit të TEG-ut në Tiranë. Në pamjet e tmerrshme, tashmë të bëra të njohura, ku ai humbi jetën vetëm pak minuta pas këtij shpërthimi rrugës për në spitalin e traumës. Por ndërsa kanë kaluar shumë muaj nga ky atentat i mirëfillt mafioz, që shokoi opinionin publik me ashpërsinë e tij, policia nuk ka ende autor të mundshëm të lidhur me këtë ekzekutiv të fakt. Ata thonë se fakti që ai shfaqet në kamerat e zonës ka të bëjë me arsyen pasi ai jeton në zonën ku ndodhi ngjarja. Ndërkohë që në lidhje me udhëtimin e tij drejt Francës më njëherë pas krimit, ata thonë se ky ishte një udhëtim i planifikuar. Policia thotë se Velo dhe Bote janë bashkëpunëtor në krim, por nuk janë të vetmit, pasi ende nuk është identifikuar urdhëruesi.